Live from Tirana në Top Albania Radio. Vetë drejt për së drejti nga Live from Tirana, 11:09 shtore eksakte në këtë moment, është bashkuar tashmë në studio kolegu im Bledi Mane, gazetar, për të diskutuar për 24 ditët e protestës qytetare, ku ndër të tjera kërkojnë të ndërheqjen e kryeministrit Rama, ku ky fundi duket se nuk ka ndërmend ti përgjigjet kërkesës kryesorëve të protestuesve. Bledi, mirë se vjen në program. Mendova se do prezantoj si opinionist, se kur dëgjoj këtë fjalën opinionist ndjej kështu një lloj velanie në vetvete. Ka shumë në Shqipëri. Jo, ka shumë, ka më shumë opinionistë se protestues. Më shumë opinionistë se protestues. Po ti mbledhim gjithë së bashku këto 35 vitet e fundit, mbushet bulevardi i vjetër dhe i ri. Edhe i ri. Me opinionistë, po. Dgjoj, le të flasim pak gjëra të hapur. Në këto 24 ditë protestë. Po pse kam folur njëherë gjëra të mbyllur? Fiks. Në këto 24 ditë protest, ke qenë një nga personat më të shënjestruar për sa i përket komenteve në rrjetet sociale, me komente të ndryshme, jo si i shitur, jo si kur i bën më i shënjestruar. Po thuaj pra më i kërcënuar, më i anatemuar. E lubrifikova pak, domethënë të kam vënë në shënjestër si njëri që i bën fresi veris, si kur je kundra kësaj proteste, se kur ti mendon që në këtë qeveri çdo gjë shkon mirë, në fakt ti çfarë mendon? Në fakt këto që sapo the i bën fres qeverisë, i bën patronazhizmin qeverisë, janë shprehje që 6 vitet e fundit i ka thënë vetëm Fred Cako ndaj meje në programin Rreth Katror, sepse unë kur të lexosh çfarë kam publikuar, çfarë kam thënë, me DNA ishim Big Brother nga 2 herë dhe kur se kemi përmendur qeverinë që ishte spektakli më i ndjekur dhe mund t'i bënim fresk edhe asnjëri s'na ndalonte dhe ishim live pa censurë, pa montazh. Kështu që po të vësh re ka shumë njerëz që i atribojnë vetes rolin e personit që në gojën tënde mund të fusin çfarëdo lloj fjalësh, thënjesh, dhe pastaj kthehen te vetja dhe komentojnë atë që e kanë dhënë vetë nga goja e tyre. Problemi është që qeveria nuk luftohet as me kërcënime në Instagram, qeveria nuk luftohet as me sharje dhe me fyrje nga robt e vdekur deri te robt e gjallë dhe ata që ende nuk kanë lindur, ata që janë te palca e kurrizit, po programohen. Dhe kjo lloj dhune verbale thellë po e shkërmoq protestën. Si gazetar të vjetër që jemi, mua nuk më duket ndryshe nga protesta e PD-s. Është protest pa dhunë fizike, që për këtë kanë goxha merit, është një protest ku është parakaluar ngjyra roz, ngjyra kuqezi, ade dashuria, hipokrizia, por në anën tjetër kemi dhe një protest online e cila është makabre. Në çdo sekondë, çdo minutë kolegëve tan u vinë mesazhe shumë kërcënuese, shumë kanibaleske. Dhe po ta vësh re për herë të parë në Shqipëri, ashtu si gjatë protestave të Partisë Socialdemokrate të Hitlerit, njerëzit kanë dalë me parulla me fotot e gazetarëve. Pra, po, gazetarë dhe analistë. Shumë e rëndë. Pra, ti u ekspozon armiqtë e supozuar kalamajve dhe nënave në turm, pensionistëve, emigrantëve, diasporës, kosovarëve, shqiptarëve të Maqedonisë. Ti u tregon në mënyrë të shënjuar që këta janë ata që na luftojnë ne. Këta janë ata që qeveria i ka futur për të na luftuar ne. Pra një luftë e supozuar me armiq të supozuar, por që ka një lloj kosto. Dhe po ta vësh re, ne besoj një gazetarin Osman Stafa, gazetari i një televizioni tjetër, i cili pardje është qier në fytyrë dhe në po kishte pasur një rast nga dy, sipas thënieve të tij, nga 2 qytetarë të zakonshëm që e kërcënuan pse ky mbron protestën. Pra, mbas 3 javësh, Osmani u kujtua të bëj denoncim dhe mirëbëri, sepse dhunën e dënojmë të gjithë, por Osmani, njerëzit aty te Osmani dhe te Klod Lala ishin me parulla me fytyrat tona. Dhe si nuk doli ky Osman, ky Klodi, këto shoqata gazetarë thoshin stop. Merr mikrofonin dhe stop, s'keni punë me kolegët tanë. Kolegët tanë janë aty për të raportuar. A diti Ronaldo i dashur në një gazetar që veten në Ukrainë dhe në Gaza me dyfek dhe me mikrofon. Lufton paradite dhe mbasdite raporton. Gazetari ka qëllim hynor të thjesht dhe të përbër raportimin nga vendi i ngjarjes dhe kaq. Patjetër. Gazetari nuk hipën mbi podiume dhe ulëret.
nuk mbajnë qëndrim. Gazetari ishte aty për të raportuar. Pra ti mos u merr me lajmsin, ti merru me lajmin. Dhe u detyrova mora Sandër Çipën në telefon, kryetari i Unionit Gazetarëve, i thash ku je sepse duhet të mbash një qëndrim. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur atë që pronar mediash janë kërcënuar, janë fyer, janë poshtëruar, janë linçuar dhe më pas doli shoqata Unioni Gazetarëve, pastaj doli Asociacioni Gazetarëve. Dhe më vjen çudi si këto trupi diplomatik nuk po ndihet, organizatat botërore të gazetarëve nuk po ndjen këto të kafshëve dhe të shpendëve. Sepse deri tani a diti në një flamingo që është vrarë, është plagosur? Ja. Kanë ardhur aty për qefte vet, kanë shtruar vezët, po çiftëzohen, po përmenden gjithandej, ndërsa ndaj gazetarëve nuk po shihet kjo gjuha moderuese e ndihmës në këtë situatë. Po, domethënë shqiptarët kanë hallin që nëse bëhet ky resorti, Flamingo do të jetojnë aty. A ke parë ndonjëherë Flamingo vëllai? S'kam parë. Unë kam parë se kam bërë reportazh në Supernet 5 vite më parë. Domethënë ti je një ndër të paktën shqiptarë. I kam parë Flamingo, ti kam shëruar. Dhe është mirë të dëgjojmë ju që i keni parë, apo jo? Se unë kam qenë në Zvërnec 2 herë, është plazhi më i ndotur, plazhi më ku nuk e dallon dot ujërat e zeza nga uji i detit, edhe plerat e tona që hidhen tek ajo ura e drunjt, manastirin e famshëm me varin e. Po dhe këtu ka faj qeveria, se duhet ta pastroj, si zonën për që është. Sigurisht ne kemi faj që e neve. Po mirë, ne që i hedhim, po edhe po nuk mbahet atë pasër me aksione, Ronaldo, mbahet me penalitete, me gjoba, me ndëshkime, a kupton, është Amerika viteve 60, ku njerëzit të ranë në mirëqenie sociale, blen makina, hapnin dritarë dhe flaknin kanaçet e pije freskuese apo amballazhet e hamburgerëve dhe filloi vendosja kamera në rrugë, diskreditimi publik, gjobat e mëdha, turma është turm kudo, nuk ka rëndësi, Hong Kong, Tiranë, Montreal, kështu që. Mirë, kështu të thënë kjo, ti në thelb, në vetvete si gazetar. Jam pro investimit në Zvërnezën Sazan. Je pro investimit, je kundra protestës? Po, kundra dhunës verbale që përdoren eksponent caktuar të protestës. Po mirë, dakord, ky është një problem që ndodh. Ne gazetarët protestojmë çdo ditë për korrupsionin, për dallaveret, për arrogancën e qeverisë. Neve që na akuzojnë si lëpirsat e Edi Ramës, ne kemi mbajtur gjithmonë qëndrimet tona. Ti dhe unë nuk punon në shtet. Ke njëri ti që punon në shtet? Unë as nuk kam njëri, pas nuk kam marrë. Të ti përmendun emrat e personave që dalin protestojnë aty para dite ku, më fal, pse nuk zhvillohet protesta para dite? Sepse janë të gjithë në punë, janë në punë, kanë bizneset private, apo private. Jo, edhe në shtet. Vërtet? Do listë punonjës i shtet, do listë punonjës njerëz që marrin subvencione nga qeveria për projektet e tyre. Çfarë do? Do të flasim hapur, por do ti zgjosh nga gjumë se jam i sigurt që në këtë orë janë në gjumë akoma. I bie që kjo qeveri që nga e lirë, pra që të jep ka dhe projekte edhe të lika të protestove. Ne të dy pjesë Top Albania Media, apo jo? Top Media, po. Dhe ke dëgjuar mallkime dhe ato epitete top që ne efekto. Më thuaj një mazë ndëshkimore që ka marrë menaxhmenti i Top Medias kundër një gazetari. Tek ajo karrierë dikush në mëngjes që del pas dite tek protest, apo jo, është një dashim. Nuk është i gjatë sa mua, s'ka rëndësi ajo, po puna është që është ndëshkuar, është penalizuar, jo. A ka thënë njëri aty ke pasur një pjesë mirë të Top Channel. Po, a ka thënë njëri në emailët tona mos u shoh në protestë? Jo, kur, a është ndërprer dikujt rroga? A është marrë në një job? Po ti dil aty dhe mbro kompanin tënde që po të lë hapësirat e lirisë apo jo. Këto Ronaldo ti je më i vogël se mua dhe zbesoj se do të ndodhë ndonjëherë, po ne që jemi më të vjetër e din lagjet tona që kanë hequr nga shiku i gazetetit së Berishës, nga punonjësit e policisë bashkiake të Lulbashës, të Xhelal Mziu të Kamzës, dhuna e përdor, kërcënimet, ti kur vjen rajon për të denoncuar dhunën, vazhdonte dhuna përsëri. Ndërsa tani, më falni një nga këto blogeret, ai ka vajtur shtetin në shtëpi? Deri tani, jo. Se kemi shoqë apo jo? A është ndërprer ndonjë kontratë maj me hollywoodiane? Jo, këto vdesin parakalojnë para zyrës së Edi Ramës, i bien në sy Edi Ramës, e pastaj nëse Rama i përmend se i ndjen në video, këto kalojnë në thua ta them atë fjalën, në aksitim me veten. Pra qëllimi i këtyre që të vazhdojnë të bien në sy. Por nuk e di, vlla ka 24 ditë rrugëve, a ka prodhuar gjë kjo protestë? Më thuaj, i thash dia Vjerit, angazhohu me politikë se ne do të ndihmojmë. Jo.
Zot merr me politikë. Atëherë çfarë qëllimi ke ti ki Rama? Do ta heqim Ramën, këtë sjellim populli. Ore, kam një pyetje, se ti e njeh historinë, je goxha i rritur, e njeh historinë ndërkombëtare, botën gjithë me radhë. Nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, çfarë ndodh? Atëherë mblidhen forumet e Partisë Socialiste, nominoi një kryeministër të ri që mund të jetë Elisa Spiropali, Neo Malsoria, Tauland Ball. Po se ka marrë pushtetin. Okej. Në demokraci pushteti ndrohet me votë. Në vitin 1997. Pra, nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, ne do të kemi një tjetër kryeministër nga Partia Socialiste. Po patjetër, është partia që ka marrë pushtetin me votë, apo jo. Dhe këta thon hik Rama, po nuk japin e lën hapësirën bosh, kush do vi? Kërko zgjedhje parakoshme dhe ti të vesh të kandidat. Nuk duan zgjedhje parakoshme. Po pra se janë gati. Nuk kanë parti politike, nuk kanë forumet. Në vitin 1990, kur protesta e frikshme e studentëve të Shqipërisë përmbysh regjimin, zgjati vetëm 4 ditë. Ndërkohë që studentët protestonin, Sali Berisha, Gramos Pashko dhe të tjerë intelektual kalibri të kohës, paralelisht me protestën që zhvilloi te qyteti student që kemi këtu afër, te posta e rrugës Elbasanit, ku ishte vila e Gramos Pashkos, poshtë e Bodrumi krijuan Partinë Demokratike, programin, projektin dhe i vajtën Ramizali studentët i than, sepse i kërkoi Ramizali, domethënë Edi Rama i kohës. Po. Janë një takim, po i tha, kërkojmë pluralizëm politik dhe e gjetën të papërgatitur. Shko te Rama dhe thuaj, ja ku është. E ka nervozuar Ramën, i ka kërkuar disa herë për të. Po sepse nuk kam besim te vetja. Nëse zgjedhim Ronaldo, do bërtasi Bledi, nëse do zgjedhim Bledi, do bërtasi Dea, do bërtasim Deat, numri shumë, sa kupton. Kështu që sa ke mirë me këtë Deat. Me këtë Dean. Me Dean, Dea u tregua e pa edukat. Nuk ju përgjigj me mestime me humor, por ofendoi ti 60 vjeç, ty të paguajnë qirane, shtëpisë, më shan mua 53 më burrë. Unë jam më i vogël se baba i Deas, jam më i gjatë se Dea, më i lexuar, më i rafinuar dhe më humorist se Dea, kupton? Ç'është kjo dhunë më vëlla, na ka gjetë belaj, nuk bëjmë dot çaka. Nuk bëm dot në meme sepse janë bërë të gjitha diktatorë të vogla, të gjithë diktatorë të vegjël. Siç po të lën hapësirën ty të protestosh, më lër ti më hapësirën që të jap një opinion mbi këtë, ndaj jam gazetar, ndaj jam këtu të jap opinion apo jo. Imagjino ti ish një redaktor i programit tënd me varrete sipër kokës time, dhe të më impononte çfarë do thosh, atëherë mos më fto vëlla. Po, mos të ndërpriste fjalën tani, do të ndërprisen tani por për efekt marketingu, se ti di që janë të rëndësishëm. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi shpejt në program. Me gazetarin Bledi Mane, për të diskutuar pak në këto 24 ditë. Kjo protestë që nisi me një kaos të rëndësishëm për të mbrojtur natyrën kundër projektit në Zvërnec nga dhëndri i Trump. Çfarë tregoi për shqiptarët, për politikën, për median, për figurat publike, për qytetarët? I duhet bërë një analizë socio-psikologjike kësaj proteste, sepse në radhë parë ndori lakuriq të gjithëve përballë njëri tjetrit. Së pari ndori në pa shpirtin e protestës që njerëzit e kishin akumuluar. Po të kishin harruar. Sepse edhe opozita e kish keq përdor institucione e protestës. Molotov, sharje, mallkime, dhunë. 12 vite që i gënjente protestuesit, kur Berisha dilte thoshte që Rama është trembur, do ikë, po në kohë nuk iku. Rama vazhdon që nuk është trembur ende dhe mbas kësaj proteste. Nuk të duket i trembur? Se shumë kanë komentuar se trembur, si të besoj Frecaku kur thot këto protesta i stimulon vetë Rama për të testuar veten dhe për të pastruar veten dhe partinë dhe qeverinë e tij. Gjithsesi kjo protestë ndori lakuriq përballë njëri tjetrit sepse u vura një hendek të madh kulturor dhe arsimor. Ti e kupton, ndoshta komshiun, kolegun që vishet bukur, parfumon, se të përshëndetet në mëngjes dhe vetëm kaq. Dhe ti nuk e dije që kishe një komshi kaq të dhunshëm apo një komshi kaq ignorant ose një komshi kaq të dashur, kaq qytetar, më kupton? Ti koha në Tiranë nuk të jep kohë që ti njohësh njerëzit, sepse çdo kush vrapon. Edhe për në kafe në blog këtu vrapojnë, nuk ikin lento. Gjithsesi, por vura re një pjesë kolegësh gazetar, njerëz të dëshpëruar që shkojnë në protestë sepse nuk janë të kënaqur me veten. Tani nuk ka faj qeveria pse nuk e dashnor apo dashnore. Po jam mos e ashtu, se ato dalin për halle shëndetësie, për halle pagash, për halle sigurie. Blogerët dhe gazetarët. Po s'është vetëm blogerëve kjo se nëse do të flasim unë dhe ti dhe ne të gjithë gazetarët kemi aq njohje sa diku ti zgjidhim gjërat tona apo jo.
Unë po flas për këtë klasën e gazetarëve, për turmën e gazetarëve protestues. Gazetarë që punojnë në media që janë pro qeverisë dhe nuk ndëshkohen apo jo. E para njëra kjo është liria. E dyta, thellë, unë di redaksi të tëra portalit dhe gazetash, që nga gazeta Tema, këto të gjitha që janë deklaruar pro Ramës dhe stafet e tyre janë aty çdo darkë. Më beso. Kështu që shumë njerëz problemet e tyre sociale i akumuluan dhe kishin nevojë të zbrazeshin. Dhe mirë bën. Është si punë frigoriferi që ngrin dhe një ditë ti do heqësh nga priza që të shkrijë dhe të pastrohet. Më i sinqert mu duk Kenardi kur i thoshte brenda thirrje Ramës më nxirr sonidën nga Spitali 5 dhe kjo është arsyeja që un kam marrë këtu, pra, një arsye organike, një arsye sinqert. Thellë Ronaldo ti shikon aty njerëz të veshur bukur të kuruar, madje njerëz që ne kemi gocën deri te katror që ka bërë video çfarë do veshun sot apo jo. Po, publikoi Rama. Tregon unë e kam aty para Ramës. Tregon që shtresa e mesme është çik xheloze për milionerët e rinj të Tiranës. Statistikat zyrtare tregojnë që Shqipëria ka gati 5.000 milioner. 5.000 milioner. Pra, një njeri që ka arritur të ketë pasuri ose depozita në bank, minimumi 1 milion euro. Dhe që është milioner, 1 milion e 1 euro jem. Mos haro se ke biznese të vogla që vërtet nuk bëjnë zhurmën e madhe, po janë aty që punojnë prej vitesh dhe vazhdojnë të trashëgojnë. Pra, 1 milion euro sot në Shqipëri nuk janë shumë. Me 1 milion euro mund të blesh një apartament që në Tiranës me 200 metra katror, mund të blesh një vilë në jug. Dhe ajo që më çudit, e ke vënë re që të gjithë duan të bëhen milioner, por të gjithë i urrejnë milionerët, pra një lloj bipolariteti. Sirat mesetarë që kanë natin me ato njerëz në Shqipëri që kanë bërë lek. Po. Më fal, çfarë ndodh mbas protestës? Ku vjen ato vajza dhe djem? Unë i pash te koncerti këtu te liçeni një DJ i famshëm. Më lejo ta përmend emrin? Black Coffee. Okej. Mbaruan protestën dhe erdhën aty në koncert. Pra jeta vazhdon edhe pas protestës. Po patjetër se nuk është e problemi është që ne të dy nuk jemi zëdhënësa të qeverisë. Ne të dy e dim që arsimi është katastrofë. Ne të dy e dim që shëndetësia është dëgjoj, s'mund ta ul poshtë punën e mjekëve, unë sepse e kam jetuar në Perëndim dhe e di çfarë do të thotë të kapi halli në spitalet e Londrës. Uroj që na dëgjojnë në Londër dhe në Gjermani. Ti dhe konsultën me mjekun do ta bësh me Skype, me video call. Nuk të prek, ndërsa këtu në Shqipëri mjekësia është më humane. Jam i sigurt që një pacient në spital, nëse s'ka lek dhe kërkon një lëng fruta shamita, mjeku, infermierët dhe sanitarit do ta blejnë apo jo. Mjekësia jonë është humane. Asnjëri nuk të detyron ty të japësh 5.000 lekë doktorit e xhepi. Po nuk e kam për këto, Bledi, e kam për faktin që në operacione të shtrenjta o duhet të drejtohesh në misione bamirësie, o duhet të hapësh GoFundMe. Pyet një shqiptar që jeton në Amerikë, kur e zë halli, në fund të ditës paguan $70,000 për atë operacion, gjithë kursimet e jetës tij. Shëndetësia kudo gati njësoj është. Ne na intereson humanizmi brenda shëndetësisë, apo jo? Ne na intereson respekt maksimal, nuk po themi gjë për mjekët. Sa organizata, sa shoqata dhe sa herë ke bërë ti thirrje për GoFundMe për 10 e qindra fëmijë nëna. Çdo ditë na shkruajnë. Pra, humanizmi që ekziston mes nesh është ilaçi më i mirë. Kushdo qeveri që të vijë Ronaldo nesër, edhe dhe vjerin ta bëjmë ministre shëndetësie, shqetësimet e shëndetësisë do t'i rregulloj koha. Nuk do ndodhi si me shkopi magjik. Po më sa kohë duhet akoma kësaj qeverie për të rregulluar gjëra bazike? Sa kohë na duhet të ndryshojmë mentalitetin? Sa kohë gjatë mentalitetin? Po, urdo, shqetësimi më i madh i gocave në spektaklet tona, dikush është që vëm në dhërmi, ka paradisemi dhe s'na i varasin çun se rin 5-6 çuna së bashku apo jo. Shive çfarë shqetësime kanë soll shqiptarët. Më kupton? Po nuk e kam gjitha gocat, mund ta thot ndonjëra rast sporadik po. Po pse qeshjen kur e thua? Po se ti më sheh. O Ronaldo, ne ndaj duam këtë vend sepse është vendi si tha turisti ndaj, është vendi i çuditërave, është vendi ku protestohet, pastaj me protestuesin shkon në blok, argëtohesh kërcen mbi banak, pastaj ditën tjetër shkon në punë, shkon në plazh, shkon. Domethënë, ke hapësirat e duhura. Domethënë, ky vend t'i jep kënaqësinë që shumë të tjerët nuk ta hapin. Po mirë, a është normale pyeti çik shokët dhe shoqjet, ka dalë gjë dielli në
Gjermanisë dhe në Angli sot. Nuk e di. Dgjoj, a është normale që kryeministri i vendit në vend të merret me këto pikat që protestuesit paraqesin, merret bën editse meme për blogeret. Pushteti është i ëmbël Ronaldo dhe e merr me sakrifica, po nuk e lë dot pa sakrifica. Pushteti nuk ta dorëzon njeri në pjatë, nuk ta jep njeri. Berisha vajti 80 e ca kusur vjeç dhe nuk po i largohet. Pushteti është gjithçka. Pushteti të kalon në orgazm sepse ti të duket vetja njeriu që po udhëheq të popull, të vend, dhe ti do t'i tregosh këtyre që unë dua të mbetem në histori dhe pa u futur në be, unë nuk largohem nga pushteti. Po mirë, pra pse s'det kryeministri i vendit sotore një nga këto pika që keni kërkuar ju shëndetësinë, të marrë stafin e vet, të marrë kamerat. Jam i sigurt që brenda shtatorit shkundet qeveria dhe partia. Të shkoj tek arsimi, ore s'kemi më mësues more. Dhe kjo është realisht mua ndër të tjera gjëra më alarmante në këtë vend më duket arsimi. Se arsimi dështuar sot prodhon brez të dështuar nesër. Po me këtë s'po merret njëri dhe kjo është më alarmante nga të gjitha. Unë gjithmonë kam ngulmuar që nga viti 91 deri në 2026 ministrat e arsimit duhen arrestuar të gjithë. Spaku duhet t'i arrestojë të gjithë ministrat e arsimit. Nuk ka krim më të madh se sa ta lësh popull të parë. E thash që në fillim të herës në program hendek i madh kulturor dhe arsimor ta tregoj kjo protestë aktualisht. Zonjë Kumbaro. Mirela Kumbaro. Po, ish pedagoge të frëngjishtes. Dgjoj, nuk shkon njëri te Ministria e Arsimit për të bërë arsim, duhet ta kesh të qartë. Domethënë prioritetet janë tenderat e shkollave, blerjet e pajisjeve, pra askush nuk ka, mos harrojmë që është një garë fort brenda qeverisë, nëse një ministër sot ka 11 milion euro, ti je akoma me 3 milion dhe ti do nxitosh patjetër të bësh tenderat. Ja bëra pyetje dhe Romina Kukos, dhe deputete. Po. PD-ja nuk rrezoi të Ramën, sa vite u bën që ka PS në pushtet 13. Bëri protesta Berisha, dilte Rama, është i fiksuar, do iki, nuk iko. Nuk e dia do rrezoj kjo protestë, po dhe nëse kjo protestë nuk e rrezon, mendon që mund ta rrezoj Neo Malcoria me Spiro Palin, pra mund të krijojë një parti paralele dhe të rrezoj Ramën? Edi Ramën e rrezon vetëm vetja e vet, egoja vet, e para dhe e dyta, un kam pas një simpati për të dyja vajzat, dhe po mos harrojmë që dyja vajzat i përmendë janë produkti personal i Edi Ramës, apo jo. Deri dje njerëzit bënin meme për Skënderbeun e famshëm dhe për Mamizën, dhe u gdhin një mëngjes dhe lexuan në Facebook. Po s'ka faj që mërzitet se ka lartësuar aq lart figurën e Ramës, dhe sot nuk ka asnjë ministri. Ronaldo e diti që brenda PS-s është një garë fort, cilën nga gratë do më shumë kryeministri. Sinqerisht. Jo, do më shumë në kuptimin politik, dobësia. Këtë do aktualisht më shumë. Besoj që Elisa u zhgënjye edhe është lënduar shpirtërisht sepse mendonte që ishte pasardhësia. Por besoj që dashuria për Belinda Ballukun vazhdon të jetë e pazvendësueshme, dashuria për Mirela Kumbaron vazhdon të jetë e pazvendësueshme dhe më vjen keq, po gratë e tjera janë goxha në distancë dashurore. Dhe mos harrojmë që 13 vjet në pushtet, përveç punëve të mira apo të këqija, janë dhe njerëz me sentimente apo jo. Janë dhe njerëz që duan të dinë se çfarë raporti kanë me mbretin e partisë, ku e shikojnë veten nesër te lista e deputetëve apo te kabineti qeveritar. Kështu që tregohet ti çik human, jo kaq radikal kur bën këto pyetje. Ky radikalizëm na asolli në Tiranë. Na asolli këtu ku jemi. Shkojmë në reklama dhe rikthehemi shpejt në program. Pasim për protestën qytetare që e cila po zhvillohet për 24 ditësh. Ti vazhdon të jesh lista e zezë? E kujt? E gazetarëve? Nuk e di. Kam pasur shumë komente, kërcënime, madje ka qenë edhe kjo tendenca. Kanë kërkuar të kesh dhe ti një qendrim? Kush? Domethënë audienca? Protestuesit pse nuk vjen? Po. Çon nga kafja. Ka ndodhur i vetëm mua këtë, po ka ndodhur me njerëz random në rrugë që i kërkojnë të çonë në kafe. A është çik e tepruar të flasin pa emocione? Për mua po. E di pse, sepse siç ti ke të drejtë të besosh për dalë aty, edhe dikush tjetër ka të drejtë të besojë të mos dali, ka të drejtë të besojë që ai që i ka besuar votën një vit më parë, mos harrojmë, të mos dalin në protestë, pra është siç është drejtë melore të protestosh, mendoj unë. Po. Është drejtë të mos mendosh asgjë. A nuk të duket që kjo protestë sigur po e bën më të fortë Ramën? Këtë nuk e di, nuk e njoh aq mirë politikën, po kjo është pyetja ime, nëse kjo protestë
nuk ka një rezultat final. 25 ditë, a ke parë dalë për shumë kryetari i Bashkisë së Vlorës, se Zvërneci është pjesë e territorit të Bashkisë së Vlorës, ministri i turizmit, ministri i bujqësisë, ministri i mjedisit, apo jo. E ke vënë re që ka bërë betejë personale. Pra unë, sot Rama dhe ju të gjithë përballë meje. Po, siç ka bërë betejë personale çuarja në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra e ka. Dgjoj, sekreti i kësaj proteste, unë ndonjëherë besoj dhe më duhet të besoj dhe konspiracionet është sepse jam mbledhur të gjithë kundër Ramës. Jam mbledhur interesat e ngushta të turizmit rajonal, siç thon këta agjentura greke, serbe, islami politik, njëkohësisht thellë është besoj se me familjen Soros do e mprishur raportet. Është e njëjta strategji protestuese ashtu si në Beograd, që po feston 2 vjetorin dhe Vučić, presidenti Vučić nuk ka kur mund ka pasur ndrime në qeveri dhe këto, është e njëjta dorë, e njëjta strukturë, të njëjtat meme gati. Unë jam i sigurt që Ramës dua t'i ndërpresin rrugën për vitin 2027 kur mbyllen kapituj dhe BE-ja i cakton Malizzi dhe Shqipëri datën e antarësimit. Dhe me marrjen e datës së antarësimit pastaj gjithçka zhbohet, a kupton? Fillon festa, bëhet torta gati, garush dhe tasat. Politikisht çfarë do të Ramës nëse e kalon këtë sfidë? Do bëhet më i fortë, më arrogant, më i egër dhe më diktator brenda partisë. Do e ha më keq. Në radhë parë do të haj Partia Socialiste. Në radhë parë do të tregoj dhëmbët njerëzve që i ka mbajtur afër, u ka dhënë pushtet, u ka dhënë poste ministrore, i ka lëvizur nga një ministri te ministria tjetër, natyrisht familjet dhe njerëzit e tyre kanë pas profite, ata kanë bërë para pafund, se ne vërtet na quajnë gazetar të qeverisë, po s'mund të mbyll të dyja syt apo jo. Të paktën një duhet ta mbaj hapur. Dhe jam i sigurt që arroganca poshtë në bazë do zbute, do bjeri, në bashki, në drejtori, te patentat, te spitali, te shkolla, por arroganca në majtë të piramidës do dyfishohet, sepse do t'i japi atribute vetes. Ti shiko mënyrën që po ndjek për çadë sundo. Merr një protestues që ulet e bordura, i shkreti ka dalë dje, ka mbajt fjalime në shtëpi, në pallat, në lagje, te rruga. Ai është edhe i gëzuar që ka përmendur Rama, por edhe i hidhëruar që protestuesit po e vënë në sedër, kështu që pash njërin dje që kishte marrë mikrofonin, thoshte që fliste kundra linçimit të kryeministrit, 1 për 1 me protestuesin, në profile tha mund të më linçosh dhe mua. Pra, u vetë ofrua. Po. E mbamund artikullin e Lisës më përjashto. Duke si thirrje shumë, kishte një lloj erosi brenda, më beso, më përjashto. Domthon dorëzimi që i bëjmë vetes para të fortit, para luanit në xhungël, e ke pasur çaj mund para te një milingon e vogël, ule kokën, më shikoi dhe mua. Pra tërheqja e vëmendjes. Gjithsesi, ne si gazetar dëgjonim këtë shprehje, iku fuga që i bënte PR-in Ramës, iku në Indonezi, falimentoi, por kjo tregoj që fuga ka qenë thjesht një rrogmarrës. Rama e dashuron PR-in, e dashuron marketingun. Rama tani trupin, si shkon nga Ali Pashës, kokën në Stamboll, trupin ka në Tiranë, se kokën e ka herë në Bruxelles, herë në Washington, herë në Ankara, herë në Londër. Muajin tjetër e di që është samiti i NATO-s në Ankara, në Turqi. Dhe Rama jam i sigurt që patjetër do ta takoj Trumpin, do ta bëj një foto me shtrëngime duarsh dhe do t'i hedh tregut mediatik në Shqipëri dhe ne do të fillojmë avazin e vjetër. Ti thua që protesta mbaron pas rezultatit? Këtë program e sponsorizon Irani, Sorosi apo ta kanë bërë këtë pyetje? Është fantastike se po që se proteston ti e blek Irani, po që se nuk proteston ti e blek Izraeli. Është shumë interesante për shkak por që është hedhur lek i madh, është hedhur është hedhur lek i madh protestë. Po si hidhet pra? Të paktën 100 eksponent të showbizit dhe të medias janë paguar dhe vazhdojnë të paguar. Jo, ma ja. Po. Jam i sigurt që fitura publike thua ti. Jam i sigurt që tek borderoja protestës Jacqueline Lakatari ka pjesën e parave. Deat kanë pjesën e parave. Janë akuza shumë të forta, mos të ndoft pastaj të duhet të dëshmosh në Jo. Janë, dëgjoj, parat nuk merren hajde te rruga
Edhe po t'i fuste xhepi, jo, ka mënyra të kamufluara, ka projekte pafund, spektaklesh, festivalesh. Pra lista është gati 100 dhe them se shoqëria e hapur Fondacioni Soros ka listën e vet, Islami politik ka listën e vet, ka mbetur ca krunde të vogla nga ish ambasada iraniane te Rrugica e Salës, sepse ata janë larguar. Dëgjoj, vetëm printimi i banerave, i parullave është kosto ditore. Vetëm fonia është kosto ditore. Po nëse 5.000 lekë ka gjithsesi tani për të bërë një pankartë. Po nuk vete ti printon dhe shtëpia jote dhe një tjetër i bën në mënyrë të organizuar, edhe personi që koncepton, edhe personi që dizajnon, edhe shtypshkronja që i printon, kishim kohë se shtypshkronja ka mbetur pa punë, se çdo gjë është bërë digjitale. Kancelarit so. Kështu që është hedhur goxha para e madhe, por si shqiptar patriot jam, më bëhet qefi sepse ajo para është këtu. Dhe me ato para vajzat e djem do shkojnë në Korikë dhe në Gush me pushime. Uroj që mos ikin në Turqi ose në Greqi, le t'i shpenzojnë këtu se ato para erdhën për Shqipërinë, le të mbeten në Shqipëri. Kjo është përgjegjësia jotja patjetër. E gjitha sepse janë akuza me emër me mbiemër, Bledar Ahmet Mane. Bëri deklaratën. Jam në gjyq, unë vazhdoj të jam në gjyq me Tik Lapajn, me Vjerin e Tikut, me Jorida Tabakun, as mbyllen gjyqet asnjëherë. Kështu që vetë aty pa avokat. Ata nuk vinë natyrisht, dërgojnë një avokat. Por kjo është gazetaria ballafaquese. Kjo është njeriu që mban qendrim. Po pra jam dakord që qoftë përballë individi apo përballë aty. Që aty ka njerëz që kanë protestuar ndër vite për kauza të rëndësishme. Po kanë respektin tim maksimal dhe unë do isha i pari që do dile, po unë nuk do dal tani me gocat e showbizit dhe me këto qylaxhiet. Tani Ronaldo se i njohim, kim pasur në Big Brother, nuk lanin me nder tualetin. Po ja pra po ja pra hap video dhe shiko Bledmane, Ronaldo bënin punë. Nuk lanin pjatat pra. Nuk ka rëndësi kjo. Edhe nëse ka shumë rëndësi, një njeri që s'mban higjen personale nuk u interesohet tani për higjenën e bregdetit. Mos kalon sërish në të njëjtën diskurs që bëre në Top Story. Nuk është i njëjti diskurs, nuk po përmend as emra. A ke parasysh po ilustroj këtë bisedë të intervistë, kështu që po nuk është e bukur, edhe nëse do të ishte ashtu, secili ka të drejtë të protestojë. Por më beson, ndjehemi keqardhur sepse nga shtatori tutje vajzat do të ngelen të papuna. Asnjë biznes nuk do të ofrojë hapësira reklam, më beson. Po ja mos e kjo si diktaturë këto. Jo, s'është diktaturë, jo. Jo, sepse janë treguar të dhunshme, arrogante, kanë luftuar kundërshtarët politik dhe kjo është, jo, nuk po them tani qeveria do t'i lërë pa punë. Jo, vetë biznesi me sjelljen e tyre do t'u jap një mësim të mirë. Është përgjegjësi e tyre totale. Bajram Begaj, di gjë ku është? Shiko, presidenti i Republikës ja kanë shkatruar me kushtetut të gjitha ato detyrime, ato përgjegjësi që ka pasur dikur roli presidenti i Republikës së Shqipërisë. Është një rol honorifik që dërgon telegram për festën e Amerikës dhe i dërgon telegram për festën e Shqipërisë. Mund të veri në një vizitë jashtë, po e ke parë ti ta presi me tapet kuq në aeroport? Jo, sinqerisht. Se kishte bërë ca kurse anti në Kazakistan, më duket sa. E ke parë në një vizitë në Washington, në Bruxelles, kështu që është një rol honorifik. Nuk e ka vetëm Shqipëria, edhe Italia, edhe Greqia. Domthonë ne nuk jemi republikë presidenciale, jemi parlamentare dhe atributet i ka kryeministri. Ti numri 2 i shtetit, e di kush është mbas Bajramit? Është Niko Peleshi. Ke dëgjuar ku është Niko Peleshi? Shkodra është qyteti i dytë mbas Tiranës që vazhdon protestën, e diti apo jo? Qartë. Dhe Niko është i deleguar qarku, është deputet i Korçës, i bie që Niko s'ka bërë punë e dur, kështu që lëri çunat, mos më ngacmoj të lutem. Të falenderoj shumë që ishin në program. Sa shpejt mbaroj? Të duk shpejt, gjëra të bukura, ashtu të duk. Shumë faleminderit për hapësirën. Edhe vazhdo mbaje shumë me jetë programin, qytetin, njerëzit në makina lokale. Të gjithë janë të hapur, të thonë versionet e tyre. Është betejë shumë e fortë mes rrjeteve sociale dhe radios. Radio ka mbetur ajo dashuria klasike që jo të gjithë. E tha njëra që radio ka vdekur, tha, po jo, njëra, diti për kë e kam. E ke shumë qefti atë. Ndërkohë radio ka vdekur apo jo? Ajo është gjallë.
apo të dyja ngjall, dhe radio dhe ajo. Radio vazhdon të jetë fort. Ajo nuk e di ku është. Ta gjejmë. Ne gjejmë. Do shkojmë në protestë sonte. Sinqerisht, para sa të mbaroj, përshëndes shpirtin e sinqertë të protestës, jo Dallevera Xhint. Njerëzit ata që përmendet ti, ata që kanë nevojë për infermieren, kanë nevojë për shkollën e fëmijëve, për prindërimin, dëgjoj, të jetosh me qira në Tiranë është shumë e vështirë. Dhe unë jam një nga ata që e jetoj. Dhe nuk kam shiqur zoti as makinë, as shtëpi, po vazhdoj të jemi lumtur, njeriu me sakrifica ja krijon kushtet vetes. Gjithsesi unë e dua këtë vend dhe ky vend vazhdon të ketë njerëz në protestë, njerëz në punë, njerëz në plazhe, njerëz në restorante. Kjo është jeta. Njerëz që dëgjojnë radio. Kështu që we love Albania. Bukur. Mirë, kemi ardhur në fund dhe duhet ta mbyllim. Ritakojmë nesër, deri atëherë bëfshit qef.